Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar dhe për të folur pak për më të mrekullueshmen, më të dashurën tuaj, vajzën që në fakt po bën revolucionin mediatik. Do të flasim për Egli Takon. Egli Tako, një personazh që në fakt po komentohet shumë për çdo lëvizje të jetës së saj. Një vajzë që duke që është e pasionuar, duke që është e apasionuar me ekranin, një vajzë që ka investuar pafund të shpirtërisht, do ta thoja në këtë pjesë, sepse pjesën e shpirtit Egli e ka dhënë këtu, se ajo që të lëndohet më shumë është shpirti në jetë, dhe Egli u lëndua, u godit, u përfol lart edhe poshtë, dhe pikërisht Egli Tako ishte ajo e cila u komentua për gjithçka. Por të qenurit e duruar apo të qenurit durimtar dhe durimtari gjithmonë fiton, është dëshmia më e bukur e asaj fjale nga Egli Tako. Egli Tako lufton pafund që të sillen projekte të bukura, ajo që të jetë në qendër të vëmendjes, sepse ka personazhe publik që duan të jenë në qendër të vëmendjes dhe bëjnë gjëra për në qendër të vëmendjes, ndërsa Egli është personazh që do të jetë e lumtur, e gëzuar, do të jetë happy dhe do të sjell edhe gjëra të bukura në jetë. Egli Tako, përpos që bën një moderim spektakolar, bën një këndim të mrekullueshëm, i kushton edhe shumë vëmendje vetes dhe pikërisht Egli ka përzgjedhur që ditët e sotme apo ditën e djeshme dhe ditën e sotme të qëndroj pak në relaksing. Domethënë të relaksohet me veten e saj, të relaksohet me shpirtin e saj. Unë gjithmonë besoj që veshja ndikon pozitivisht në shpirtin e njeriu, sepse është një energji e bukur që ti të ndikon, dhe normalisht edhe pamja kur rregullohesh tek vajzat edhe thojnë të gjithçka tjetër, dhe pikërisht Egli Tako në mënyrë të detajuar i shikon këto gjëra. Domethënë, ajo dëshiron që kur të del në qytet apo kur të iket nëpër koncerte apo kur të iket nëpër mbrëmje, të jetë e përsosur në të gjitha dimensionet e saj. Dhe pikërisht, nëse do të hedhim një sy ta shikojmë nëpër ekrane televizive, Egli është e përsosur. Domethënë është një gocë që i kushton shumë vëmendje çdo minuti të vetes së saj që ajo të jetë e lumtur dhe e gëzuar. Para 3 ditësh Egli bëri një pastrim fytyre dhe një masazhim profesional që i ndihmon për të krijuar edhe energji pak më të mirë. Ndërsa ditën e djeshme Egli Tako bëri ndryshim të thonjve, sepse po përgatitet për xhirimin e ditës së sotme. Sot xhirohet puntata e radhës e emisionit Yes Day. Nga informacionet që kam unë, kam zbuluar që do të jetë një puntatë e jashtëzakonshme. Një puntatë që do të ketë dhe lot, por do të ketë edhe gëzim, një puntatë që do të jep pozitivitet. Dhe pikërisht kjo puntatë është ndër më të bukura që ne do të ndjekim. Domethënë, përpos që ka një tepër të madhe, ajo që mua më tërheq që unë ta komentoj dhe për dikënd të quhem edhe fansi i saj, se domethënë kemi edhe nga këto komentet, është fakti që Egli pa marrë parasysh sa klikime ka, pa marrë parasysh sa followers ka, pasi që sot fatkeqësisht fama matet me followers, është një vajzë me këmbë në tokë. Është një vajzë modeste dhe është një vajzë që dëshiron t'ju bëjë qefin të gjithëve. Dhe kjo e bën Eglin të veçantë. Unë ju uroj Eglit shumë suksese, doja të flas pak me ju për ndryshimet që Egli ka bërë në fytyrë, shikoni edhe vetë se çdo ditë vjen edhe më e bukur, çdo ditë rinohet edhe më shumë. Ka ca goca që kur shkojnë nga pleqëria bëhen më të reja. Dhe pikërisht Egli Tako, siç duket, është e përzgjedhura e Perëndis për këtë gjë. Unë ju uroj shumë suksese dhe ne do takohemi me videon e radhës, jepni mendimin tuaj për bukurinë e Eglit.